E di që më shkojnë ndërmend kur ndodhi kjo? Kur e pash maman që kishte vdekur. Më fal, Naomi, më fal. Net, mos më kërkon mua fal. Ti bon ka ngordhur. Më fal. Mos më kërko mua falje me. Po pra, çfarë ndodhi këtu? Ty të kujtohet ti bon më mirë që ti bënte një gjilë parë, ta vinte në gjumë. Po mirë, mo tek e fundit ai ishte plakur. Jo, unë ata kam bajtur për një kohë gjatë. Më fal. Po i dridhe këmba. Nuk e bëra dot. Do të them ai ka qenë një më i mirë që kam pasur ndonjëherë. Nuk është ashtu siç duket. Po ka vdekur. Po ti, dhe në ndim? Po, që ndim ajo vdiq me njëherë. Mami si është? Mami s'ka marrë asnjë plagë. Si që keni kuptuar të nderuar shikues, në këtë pjesë të fundit do të flasim për një shfaqje që do të vinë në teatrin e Metropolit të shtunën dhe të dielën në orën 19, pra në orën 7 të darkës, do të vinë një komedi. Një komedi që i përket të gjithëve, të gjitha moshave dhe të gjitha familjeve. Sot, kur koncepti mbi familjen ka ndryshuar disi dhe kur familjet moderne, le t'i quajmë kështu, qofshin këto edhe shqiptare, ka ndryshuar stilin e jetesës, të rinjt, adoleshentët e sotëm ka ndryshuar mënyrën se si perceptojnë dhe i përjetojnë gjërat, ne do të kemi mundësinë që skena që ndoshta mund ta kenë ndodhur të gjithëve në shtëpitë tona, t'i shohim në skenën e teatrit të Metropolit përmes aktorëve në komedinë Shpërthimi i qenit. Fillimisht emri na bën kurioz, pse titullohet kështu kjo komedi, është e një autori të huaj, por sillet në skenën shqiptare nga një regjisor shqiptar, të cilin e kemi këtu në studio. Kemi Kastriot Ramollari, regjisori i shfaqjes Shpërthimi i qenit, kemi aktoren Armela Demaj dhe aktorin Shoqërica Ushaj. Mirë se erdhët. Faleminderit që erdhët në studion tonë dhe faleminderit që vendosët të ndani me ne atë çka keni përgatitur për sa kohë prova? 2 muaj. Prej 2 muajsh. Është premier, është hera e parë që kjo shfaqje jepet në Shqipëri, por me që kuptova në teatrët të tjera të botës është transmetuar, pra është dhënë. Transmetuar, na është bërë kjo fjalë transmetuar, nga që jemi në televizion gjithkohës, themi transmetim për gjitha gjërat. Është dhënë, është vënë në skenë kjo shfaqje, e cila tham flet për familjen. Pse Shpërthimi i qenit dhe pse pikërisht të veprës zgjodhet? Shpërthimi i qenit sepse shpërthen një qen. Si shpërthen? Po. Shpërthen një qen me dinamit. Dhe shpërthen brenda në shtëpi. Dhe atë qen e bën të shpërthej djali i shtëpisë ai. Ky djali këtu që quhet Met. Një djalë shumë i urtë, besoj. Një djalë i urtë, po nuk është dhe aq i urtë, është një djalë. Derisa shpërthen qenin? Po, është një djalë që ka pasion shpërthime, do ta shpëtojë qenin sepse është i dendur me kancer dhe mendon që duke e shpërthyer e shpëton shpejt e çon parajs, se e do fort. Ja, për këtë arsye shpërthen qenin. E kuptuam. E pastaj pasi shpërthen ai qeni, bën të vdes mamaja, dhe pastaj pasi vdes mamaja ose njëkohësisht me maman shkatërrohet dhe shtëpia krijohet një çare madhe. Mirë, kur e dëgjojmë kështu duket si dram në fakt, se gjithë këto shpërthimi, vdekja e mamas, duket si dram, por në fakt komedia jo më kot është e tillë, është komedi e zezë, është e mbushur me situata komike, apo jo Armel? Është e mbushur me Në fakt, personazhi im nuk është edhe aq komik, le të themi, sigurisht që edhe ai ka nuancat e veta komike, por janë rrethanat më shumë që i bëjnë komike këto situata. Ti aty je një vajzë adoleshente se të pash me arkën e birave në dorë, jo, unë jam në fakt motra e madhe e familjes. Nuk jam, asnjëri nga ne nuk është adoleshent për sa i përket moshës. Janë 27 jam unë, 26 dhe 25. Domethënë jemi ose 25 dhe 23, diçka e tillë. Unë jam një njeri shumë i zgënjur nga jeta, që bëj, po, sepse nuk më pëlqen shoqëria fare, nuk më pëlqen mënyra se si shoqëria funksionon. Kisha një jetë timen, isha gati duke u martuar me njeriu që doja, mirë po fakti që mamaja u sëmur, jo tani që shpërtheu, 3 vjet më përpara, më bëri që unë të kthehem në shtëpi të kujdesem për maman edhe të braktis jetën time. E për këtë arsye, unë jam shumë e zhgënjur nga gjitha atmosfera, kam të bëj me një vllai i cili është asnjëherë nuk i ecën asnjë gjë në rregull, çdo gjë që prek e shkatron, pa dashjen e tij, ai niset për mirë, po e bën pa dashje dhe kam të bëj me një motër e cila ri nga mëngjesi në darkë në kish duke u lutur. Motra duhet jetë Laura Nezha, e cila nuk mundi sot të vinte në studion tonë, megjithatë ne e përshëndesim. Ky vllai pse nuk i ecin gjërat mirë? Sepse si e ka emrin personazhi? Met. Met. Meti që problem ka? Meti do të bëj mirë, por nga përqendrimi i madh për të bërë mirë, haron diçka rrugës edhe nuk i ecën.
është pak inferior ndaj dy motrave të tjera dhe kjo e ka bërë atë gjë me komplekse frikrash, të cilat ai nuk i menaxhon dot. Situata e parë, që është ngjarja kryesore dhe shkaki i ngjarjes kryesore që është kërkon të shpëtoj qenin e tij, do që ta qelloj me pushk, me që e ka rritur që fare të vogël, pastaj nuk e qellon dot sepse shikon në sy. Ishte qeni më i dashur. Dhe ata që kanë kafshë kuptojnë këtë momentin. Edhe për ta dërguar shpejt në Parajs, vendos ta shpërthej me dinamit. Po rrugës ai si dhe shkëlqyer, po. Se ne e themi kështu shumë natyrshëm sepse kemi një 2 muaj gjysëm që e shpërthejmë çdo ditë. Po, shpërthejnë qeni ditë për ditë në prova, besoj. Por problemi i tij është që ai harron ta lidhi tek pema. Edhe qeni e ndjek nga pas bashkë me dinamit. Edhe mendon se ai po luan me atë, edhe futet brenda në shtëpi dhe shpërthen shtëpia dhe mamaja pëson një atak kardiak. Pastaj 3 të rinjt, që jemi unë, Naomi dhe Charlotta. Po, 2 vajzat aktore, po. Mundohen të menaxhojnë situatën, pra si ta zgjidhin këtë situatë, vdekjen e mamas ose shpërthimin e shtëpisë. Dhe vendosin të bëjnë një ceremoni funerale, një ceremoni mortore shumë të çuditshme, jo normale, dhe mundohen që të gjejnë zgjidhjen. Dhe ndërkohë që këta mundohen të gjejnë zgjidhjen, fillojnë edhe dalin mlefet edhe çmirat personale që kanë ndaj njëri tjetrin. Sigurisht që në familjet tona nuk na ndodh që të na shpërthej qeni, ose vllai i vogël të vendosi të shpërthej qenin, janë situata që janë jashtë realitetit, megjithatë, shumë brenda realitetit janë marrëdhëniet vëlla-motër, marrëdhëniet prind-fëmijë dhe nuk e di, do të na tregojë regjizori se sa i afrohet kjo komedi familjeve të sotme shqiptare. Kjo ka një temë që prek të gjitha familjet kudo që janë, jo vetëm në Amerikë kur është shkruar, se kjo është mbështetur, autori thot se është mbështetur në ngjarje të vërtetë dhe ka ndodhur kështu pikërisht në Los Angeles. Ka ndodhur vërtet? Ka shpërthyer vërtet qenin domethënë. Po, dhe kanë qenë këto 3 personazhe dhe i është përmbatur fabulës së vërtet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Besoj që kjo ngjall akoma dhe më shumë kuriozitet, që ngjarja është e bazuar, domethënë historia, komedia është e bazuar në një ngjarje të vërtetë. Po, atje kur është shkruar dhe në atë vend. Tani kjo ka rezonancën e vet me realitetin shqiptar. Në fakt tema është papërgjegjshmëria e kësaj moshe, mungesa e përgjegjshmërisë që vjen nga padia, nga ignoranca, nga izolimi, nga shumë faktorë të tjerë për të menaxhuar këtë fatkeqësi. Dhe kjo fatkeqësi familjare kthehet, jep efektet e saj komike pikërisht, prandaj ka të bëjë me komedinë, sepse personazhet janë thellësisht dramatik, secili ka një dramë të vetë, një problem shumë të madh ekzistencial, por mënyra, mungesa e koordinimit, mungesa e pjekurisë dhe menaxhimit gjithë kësaj situate që vijnë nga fakti që janë në provincë, që janë në korrent me qytetrimin, që nuk dinë, që në përgjithësi nuk dinë ta menaxhojnë dhe përplasja midis tyre nxjerr efektin komik. Dhe besoj që do të durojë shumë të qeshura. Dhe besoj që me realitetin shqiptar në një periudhë tranzitore, sikurse ka qenë dhe atje, rezonon fort, se në fundit dhe familja kalon krizën e saj, nga se gjithë elementet nuk bashkërendohen, nga se edhe prindrit nuk kanë qenë kaq të vëmendshëm për t'i mirë edukuar, secili ka parë punën e vet dhe secili nga fëmijët shef problemin e vet. Dhe kur flasim për një vend në tranzicion, besojmë se përpos mungesës së vëmendjes, vëmendja e prindërve është marrë nga puna, nga problemet, nga vështirësitë ekonomike. Padyshim, është njëri nga elementet, sepse ajo jep dhe mesazhe të tjera, por problemi është pikërisht kur duhet të menaxhohen, kur duhet të përballin gjëra të mëdha. Fëmijët e kësaj familje merren me cicmicet e tyre të vogla, me mërit, me mlefet dhe kthehen në një arenë të këtyre zemërimeve të veta gjithë këtë situatë. Armela, ke rolin e një vajze pesimiste të zhgënjur nga jeta që nuk i pëlqen më asgjë, besoj, sa e vështirë ishte për ty që ti përshtatesh e këtij roli, ti vetë si natyrë si je natyrë optimiste? Tejet. Po në realitetin shqiptar nuk ishte fare as pak e vështirë që ti përshtatesh këtij roli, sepse sado optimist që ti jesh, këtu tek ne fatkeqësisht, ditë për ditë do përballesh me situata të cilat të bëjnë të mendosh që jeta është shumë e vështirë, të bëjnë të mendosh të zhgënjehesh nga njerëzit që njeh, nga ku di unë. Kështu që në realitetin që ndodhemi nuk jetojmë në Parajs fatkeqësisht, edhe kështu që nuk ishte edhe shumë e vështirë për të gjetur afrit e realitetit të personazhit me realitetin i konvertuar, sigurisht me realitetin tonë. 2 muaj prova në rolin e një vajze pesimiste, besoj prova për ditë. Të kanë ndikuar në gjendjen tënde emocionale? Ke filluar të shohësh gjërat me ndoshta më të zymta, më gri?
Apo jo, vazhdon t'jesh njësoj. Faldimrit pak, po. Sepse kam dëgjuar që aktorët, kur apasionojnë shumë pas një roli, fillojnë ta shohin edhe realitetin me syrin e personazhit. Ka ndodhur kjo ty apo akoma? Vende ndodh, po mundohem ta kem në kontroll. Ta kontrollosh situatën. Po për ty, si ka qenë? Kush? Ndarja e personalitetit tënd nga djali fatkeq, i cili nuk i shkon asnjë gjë mirë. Ti në jetë si jetë, ecin gjërat mbar përgjithsisht? Ndonjëherë ecin, ndonjëherë nuk ecin. Unë mundohem që të ecin. Sigurisht gjithë kështu mundohen. Pastaj se nuk ecin në fund, duhet të jetë një shkak nga pasojat e metit. Të ndodh për shembull që në situata të ndryshme të jetës së përditshme, qoftë në familje edhe në shoqëri, po sidomos në familje, duke qenë se edhe skena është e gjitha, edhe gjithë shfaqja është e gjitha në familje, të ndodh që të përdorësh një batutë të metit kur i drejtohesh motrës, ke motër? Po, kam motër. Kur i drejtohesh motrës të përdorësh një batutë që përdor meti, apo nuk i ke bërë mirë ndarjen e personazhit nga vetja? Batutat jo, por mund të ndodhi i njëjti perceptim. Do me thënë, të ka ndodhur që të shohësh situatat e ngjashme? Nuk po e heq dot. Ashtu, kjo do thotë që je përfshirë shumë në personazh. Mbase, nuk e di. Po më thonë të tjerët që je bërë si met. Ashtu? Miqtë e afërt e mi thonë je bërë si met, hiqe këtë, kur do ta mbarosh të rolin. Po me sa duket nuk do mbaroj, do vazhdoj për një kohë shumë të gjatë. Do vazhdoj për një kohë të gjatë, sepse jo vetëm që aktori jonë Shoqërica Usha e përjeton, por me siguri edhe publiku do ta përqejë shumë. Pritet që në sallën Çehov të Teatrit të Metropolit të ketë shumë publik, do me thënë të ketë shumë shqiptarë që duan ta ndjekin, për të kuptuar edhe për të parë më shumë pasqyrimin e realiteteve të tyre familjare të vëna në skenë në Teatrin Metropolit. Mos harroni datat, pra ditën e shtunë dhe ditën e diel, që i bie data 13-14 në orën 19 në sallën Çehov. Në sallën Çehov. Në Teatrin e Metropolit. Po. Mirpresim. Është premiera, i mirpresim të gjithë dhe edhe ne do përpiqemi që të vim edhe t'ju shohim, sepse jemi bërë me që rasti më jepni një minutë kohë për të falenderuar drejtoreshën e institucionit që na besoi. Ne kemi edhe një ekip tjetër që na ka mbështetur, është një nën që rigjet gjithë kohës e vdekur dhe ajo e luan të vdekurën jashtëzakonisht mirë, quhet Parashjevi Hallkaj. Nuk lëviz fare aktorja. Absolutisht. E ka gjithë rolin e vdekur. Ajo është punonjësja jonë dhe ka një mishërim të çuditshëm e gjithë përqendrimin. E përshëndesim Po shumë. gjithashtu edhe skenografin Hysni Loka, edhe kostumografin Ina Elezi, edhe asistent regjizoren, po dhe zonjën Bruna Borova, edhe prapavinjën dhe të gjithë ata që kanë ndihmuar. Falenderojmë shumë në emër të ekipit. Falenderojmë të gjithë stafin që ka kontribuar për vënien e kësaj shfaqje në skenën shqiptare. I kemi këtu të shënuar kostumografin Ina Elezi, skenaristin, skenografin Hysni Loka, gjithashtu edhe zonjën që ka rolin e të vdekurës. Tani në rolin e regjizorit, bëjmë një thirrje për gjithë ata që na ndjekin në këto momente. Pse duhet të vinë ta shohin këtë shfaqje? Po sepse do të gjejnë te kjo shfaqje disa probleme që i kanë familjen e tyre, qoftë të shfaqura, qoftë të fshehura, sepse do duhet më në fund që pasi të marrin kënaqësinë të gjithë spektrit, qysh nga humori, e qeshura, e qara, nga shërimet e të gjërat e tjera, besoj që do të reflektojnë, sepse ne e kemi vënë re nga testimet që kemi bërë me spektatorin dhe nga bisedat me spektatorët e Teatrit Metropolit, që krijon efektin e reflektimit. Madje mund t'ju them një rast, që një çift shkoi shpejt në shtëpi pasi pa shfaqjen, me merakun se duhet i përkushtohej më shumë fëmijëve të tyre. Dhe shfaqja kishte provokuar pikërisht këtë lloj ndjenje kujdesi për të mos u përsëritur edhe në familjen e tyre ato çka ndodhin atje në komedi dhe në shfaqjen tonë. Dhe unë jam ndjeri shumë i lumtur bashkë me gocat dhe çunin që e pati këtë efekt e reflektimi shfaqja. Në fundit ka rëndësi kjo. Pra është një vepër që dhuron jo vetëm të qeshura, por ndërgjegjëson dhe përçon një mesazh të rëndësishëm, dashurinë dhe vëmendjen që duhet të kushtojmë njëri tjetrit në familje. Thënë të gjitha këto, jemi në fund të bisedës. Unë uroj që të kemi thënë të gjitha. Pjesën tjetër, ato të pathënat ju mund të shkoni të shihni vetë në Teatrin e Metropolit të shtunën dhe të dielën. M'ja kujtoj edhe një herë në orën 19, pra në orën 7 të darkës. Është një mënyrë ndryshe për të kaluar mbrëmjen e fundjavës tuaj, pasi të keni ngrënë drekat e mira familjare, shkoni shihni një familje të çuditshme, e cila është në skenën e Metropolit dhe aty shpërthen një qen. Shpërthimi i qenit mund ta shikoni edhe
ta kujtojmë edhe njerë në Teatrin Metropolit në sallën Çehov, edhe këtë fundjavë, por besoj që do të ketë rivënie edhe më vonë, sigurisht që do të jetë e suksesshme. Jemi në fund të transmetimit ton për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që prej mëngjesit, prej orës 9:20 ju keni ndjekur Vila 24, keni qëndruar me ne përgjatë transmetimit ton të drejt për drejt, duke ndjekur të gjitha ato që kishim përgatitur. Ju le takim nesër në të njëjtën orë, në të njëjtën studio, duke ju ftuar që të mos largoheni nga ekrani News 24, sigurisht për të ndjekur informacionet më të fundit, por dhe gjithë programacionin ton, gjitha emisionet tona. Bashkë do të ndajemi këtu. Dua të falenderoj, një falënderim të fundit të shpejt për Butik Solange që kujdeset çdo ditë për veshjen time. Faleminderit shumë. Takohemi nesër në të njëjtën orë. Kalofshi një drek, pasdite dhe mbrëmje sa më të këndshme. Mirupafshim.